global në veçanti në Kosovë? Po, ashtu pra si në shumicën e vendeve të botës, edhe në Kosovë, vendimet e presidentit Trump e kanë pas një efekt jashtëzakonisht të madh në operimin dhe aktivitetin e organizatave të shoqërisë civile. Këtu fillimisht po duam me i theksu disa elemente që karakterizojnë relacionin e Kosovës me përkrahjen amerikane. Shoqëria civile dhe Kosova në përgjithësi ka qenë një përfituese ndër më të mëdha të fondeve amerikane, por megjithatë shoqëria civile brenda gjithë sektorëve nuk është përfituesi më i madh. Sektorët tjerë janë shumë më të prekur se shoqëria civile. Menjëherë pas vendimit për pezullim të këtij vendimi dhe krijimit të një farë paniku nga e papritura, ne në KCF kemi ndërmarrë një iniciativë për me vlerësuar ndikimin që këto fonde kanë pas drejt për drejt në organizatat e shoqërisë civile. Ky proces ka qenë tepër i vështirë me u realizu për shkak se brenda pak ditëve mas vendimit të presidentit Trump, gjitha informatat publike ashtu janë mbyll për publikun dhe nuk kemi pas qasje në shumë të dhana. Kështu që kemi zbatuar një formë tjetër ku i kemi kontaktu një listë të organizatave për cilat e kemi ditë që kanë qenë të financuara nga çfarëdo lloji fondeve amerikane, qoftë ambasada, USAID, NEDI apo dhe organizata tjera me fonde amerikane, dhe kemi ndarë një pyetësor. Nga dhanat e këtij pyetësorit e kemi kuptuar që vlera totale e fondeve të cilat kanë qenë të kontraktuara për OSH në Kosovë me fonde amerikane është rreth 28 milion euro. Për çfarë periudhe kohore? Periudha kohore prej disa kontrata që kanë qenë në vitin e fundit të zbatimit, të tjera që i kanë pasur edhe 4 vite deri në fund të 28 milion euro. 28 milion euro ka qenë kështu vlera totale e kontratave. Për këtyre 28 milion kanë qenë shpërndara përmes 68 kontratave dhe na kemi mri me i kontaktu ose me realizu intervista me 40 organizata. Dhe tash brenda organizatave ka dallime të mëdha në mes të shumave që kanë menaxhu këto organizata, madhësisë të tyre, aktivitetit të cilën e kanë pas. Vjen të ceket që USAID për ka modaliteti kontraktimit nuk ka pas shumë OSH drejt për drejt të kontraktuara për menaxhim të këtyre fondeve. Modelin e kontraktimit kryesisht e kanë pas me kompani amerikane, të cilat më pas organizatat e shoqërisë civile lokale i kanë kontraktuar si nën-kontraktor. Kemi qenë diku 5 organizata lokale që kanë pas kontrata të drejt për drejta me USAID-in. Dhe shumica për këtyre organizatave më pas në kuadër të asaj shume të fondeve kanë pas të planifikuara të japin grante edhe për organizata më të vogla. Grupet më të prekura apo fushat më të prekura që i kemi identifikuar përmes këtij hulumtimi kanë qenë kryesisht grupet e marginalizume, fushat si qeverisja demokratike, mbrojtja drejtave të njerëzit, fuqizimi i rive, ofrimi shërbimeve ligjore dhe të tjera për grupet e marginalizuara, zhvillimi ekonomik kryesisht përkrahje për grupet e marginalizuara, komunitete etnike, pakic dhe mediat e pavarura apo përkrahja për mediat e pavarura. Fuqizimi i transparencës, demokracisë. Blendi, po kthejmë nga ju tash, për ju drejtohem me emër, me që juve dhe burimin ju kam pak më shpesh në studio, jo formalisht. Çfarë do të thotë për Kosovën pezullimi ose ndalimi i tërësishëm i kësaj mbështetje nga qeveria amerikane? Po, ndihma amerikane, siç e tha dhe Dreni, që nga pas lufta ka qenë një ndihmë tejet e madhe që shteti amerikan e ka dhënë për tërë Ballkanin perëndimor e për Kosovën në veçanti. Dhe kjo përmes injektimit të ndryshëm të mjeteve dhe në kësaj ndihme. Realisht Kosova është përfituesja më e madhe e ndihmës amerikane në tërë Ballkanin perëndimor që nga pas lufta, nëse nuk gaboj janë rreth dikun 2 miliard dollar përfitim në këtë periudhë 25 vjeçare dhe ne e dim që kontributi i shtetit amerikan përveç kësaj ndihme drejt për drejt ka qenë qendror edhe në vetë krijimin e shumë institucioneve, themelimin e shumë institucioneve në vendin tonë, duke filluar nga ato për menaxhimin e buxhetit, të administratës tatimore, Bankës Qendrore të Kosovës, nuk po dëshiroj që mi përmend gjitha, po ka qenë një ndihmë thelbësore në mënyrë që ne të krijojmë institucione të duhura. Unë mendoj që humbja e kësaj mbështetje në masën më të madhe ose më direkte indikon vetë institucionet e Kosovës. Pasi që në pikpamjen time,
realisht kjo ndihmë e cila ka ardhur jo vetëm përmes USAID-it, mirë po kanë qenë disa programe tjera të cilat janë zbatuar në Kosovë, sikurse ato prej NDI, pastaj programe ose financim direkt që e ka bërë vetë ambasada amerikane. Kanë qenë një mekanizëm shtesë dhe me një ekspertizë aq të thelluar sa që ja ka lehtësuar cilës do qeveri që ka qenë në fuqi në Kosovë ndër vite që me i ndërmarrë disa reforma ose me i bë disa nisma që vetëm nuk ka mund t'i bëj. Ne e dim që në sektorin publik e kemi një problem dhe e kemi pas çdo herë këtë mungesën e burimeve njerëzore, e kapaciteteve njerëzore realisht dhe themi besmas programet të USAID-it e kanë cilat ekspertizën më të mirë që ekziston si në vend, mirë po jo vetëm këtu, kanë pru ekspert edhe nga jashtë, përmes cilës pastaj janë bërë disa reforma dhe realisht edhe për momentin kanë qenë du bërë disa reforma shumë të mira si për ekonominë, si për sektorin energjetik, disa për tyre kisha mujt me i përmend, sa që nëse shikohet ky efekti multiplikus që e kanë pas themi këto fonde cilat aktualisht kanë qenë duke u zbatu, që drejni përmes një matje me të sakt që e kanë bë KCSF, pra janë dikun rreth 30 milion vetëm përmes projekteve të specifike, aq është multiplikator i madh sa që është problem themi që të përmbledhet. Për marr disa shembuj ndoshta. Andaj ta analizonim sonte se çka konkretisht